edhe vetëvendosja është terroriste, organizat terroriste, se ka sulmu shtetin e Kosovës. Albin Kurthi që po thu qitja piken, ja ke qitë parlamentit piken zoll. Edhe Albin Kurthi neve do të me na kërku falje. Mas fari këty në Burg që janë, tani edhe krejt veteranve, familjeve dëshmorve, invalidëve të luftës, atë masakrave të gjithëve do të më kërku Albin Kurthi falje, se për ndryshe, nëse nuk kërkon falje, unë sot kum vendos këtë aksion me marr, me tregu kryeministrit që na jemi çlirimtar, nuk jemi zullumçar, se na jena çlirimtar se kena çliru Prishtinën e kena çliru Kosovën. E themelus e UÇK-s janë të mbajtë që 6 vjetë unë hak padrejtisht para burgim, me akta akuzat Serbisë. Kështu që këta janë themelus të UÇK-s, nuk janë zullumçar, do të me ditë Albin Kurthi, po janë çlirimtar. Edhe Albin Kurthi neve do të me na kërku falje. Mas fari këty në Burg që janë, tani edhe krejt veteranve, familjeve dëshmorve, invalidëve të luftës, atë masakrave të gjithëve do të më kërku Albin Kurthi falje, se për ndryshe, nëse nuk kërkon falje, na kena me bo një protest shumë të hatashme, do me thonë që ka mu dridh krejt Kosova, se më ju thonë zullumçar, Albin Kurthi këtyne nuk ka kur far arsye, po na jena çlirimtar. E unë do mi tregu Albin Kurthi në qoftë se është në zyre këtu, Albin Kurthi që po thu qitja piken, ja ke qitë parlamentit piken zoll. Zoll i kam shu, e që ato bazuaj qitja piken, e ka, me zoll e ka sulmun, ku vetëvendosja din fort mirë, me zoll, edhe ata që e sulmuj shtetin, ata janë terrorista, edhe vetëvendosja është terroriste, organizat terroriste, se ka sulmu shtetin e Kosovës, që qëta e kanë shliru, qëta pëmbrojnë edhe në Hag, pavarësinë e Kosovës, edhe pëmbrojnë krejt Kosovën, krejt popullin shqiptar, krejt të rrëjet shqiptare. Kështu që, hera e fundit që i bëj mesazh edhe do ta din mirë Albin Kurthi, nuk guxon më me ofendu as një çlirimtar hiç zguxon Albin Kurthi, as njerëz e Albin Kurthit nuk guxojnë, as me shoh, as me fy çlirimtarin. Qofse ka diçka fakte për një çlirimtar, që ku është shteti jon, çore ku janë prokuria, gjykata, policia do t'i dërzon atje. E jo mi ofendu çlirimtar. Ani shumë kohën më të keq tash kur këta janë në Hag. Mirët Albin Kurthi edhe me këta, se kur Recep Selimin i thot zullumçar, më ka thonë edhe mu edhe krejt antarëve të familjes tonë të veteranëve. Faleminderit për media, kalofshi mirë. Respekt.